Shpesh njerëzit sipas kulturave që kanë janë të lidhur me zakonet dhe traditat e vendit. Kjo respektohet në masën më të madhe nga komuniteti, por ka edhe raste që nëse nuk i dëgjon me zë dhe figurë, mendon se mund të rrjedhin nga një fantazi e shfrenuar. Deklarata që ka bërë Irini Qeriako, e cila njihet si Birbili i Laborisë, ka lënë pa fjalë publikun artëdashës. Vlerësuar me titullin Mjeshtre e madhe nga shteti shqiptar dhe qytetare nderi e Sarandës, Irini ka treguar një pjesë të pazakont nga jeta e saj. Ajo tha se puna si artiste nuk pyet shumë për problemet dhe hallet që ke në familje. Këngëtarja u shpreh për një situatë të jashtëzakonshme që i kishte ndodhur në familje. Ajo tha: "Vjerri im ndërroi jetë dhe siç ishte zakoni, mbahej në shtëpi për një ditë për të pritur ngushëllime, e më pas bëhej funerali. Atë ditë unë kisha koncert dhe nuk mund të anulloja. Lash vjerrin që kishte ndërruar jetë në shtëpi dhe shkova në koncert të këndoja. Pastaj, unë kur dal në skenë, harroj të gjitha hallet që kam. Pas koncertit, jam rikthyer në shtëpi që ishte plot me njerëz që kishin ardhur për ngushëllim. Por burri im më mirë kuptoi për pjesën time, sepse unë jam artiste dhe duhet të isha në skenë." Kjo deklarat ka sjellë reagime të forta nga komentuesit, të cilët i kanë drejtuar pyetje këngëtares duke i thënë: "Po nëse do të ishin prindrit e tu, njësoj do veproje, do i lije në shtëpi dhe do ikje." Të tjerë janë shprehur se shqiptari e ka zakon që t'i bëjnë nderimet e fundit një personi që ndahet nga jeta. Po ju, si e komentoni vendimin e këngëtares? Për më shumë, mund të na tregoni mendimin tuaj në komentet poshtë videos.